Hilmi! Kadri! Hajde not! Po thu, ne e kanë marrë, a? Po, Ilmi, e kanë marrë. Fisnikja në sabah ka shku me regullu ahrin, edhe e ka pa që sashtë aty. Unë tuj nga shkova me pa vetë. Edhe e kanë premër, e kanë pre litarin. Kush e ka vjedh? Kush e ka vjedh? Qaj që i ka vjedh? Kish kallzuaj, si shte vjedhme. Ka shku në pikë natës buri botës edhe e ka marrë pelen. Zatën tu edhe ditën hinë edhe marrë. Të flet ju, derin drek. Burra! Mos e ka marrë më në dhe njoni prej kushive i ka vyjt diçka e ne e këthen. Po si jo, ta kish marrë kushia, kish ardhë, kish trokit në derë dhe e kish lyp. Nashta s'ka dash me nga trazu në sabah. Për kanë tjetu i folë, Ilmi, se nuk të marrë mesht. Po, kushia dhe? Cilet kushime? Kushit krejt kanë hajvanat. Qysh more buri madh vjedh pel? Këtë s'mundëm me kuptoha. Mja dash pele ati farburit madh. A dash me ban drunë. Me që drunë të shpia, e ka marrë edhe hajt, ndimën jena. Po ja këshim dhanë për drunë, s'ka pas nevoj me vjedh. Po mirë mëre Kadri, ka artë marrë me lyp. Mare o me vjedh, jo me lyp. Mara është edhe me lyp edhe me vjedh. Lene këtë muhabet pash zotin. Apo thu se i ka tundit është ta? Nuk më merë menja. Nuk mundet me kani ka tunit. E pse? Qysh pse mëre Kadri? Ka me kalu me drunta i me pelena, ka me kalu në përmet katunit. Kanë me pa krejt katonarte me thonë filan fisteku është me pelen e velis. Po veli, vinë të shpia e kallzojnë kush e ka pelen. Ndoshta e ka marrë me shit, ha? Se kush tjetër përveç katundit e di se kemi në pel. Mirë mëre Kadri. Nëhar qka mundet me majt njeri. Ka hi njeri nëhar, e ka marrë, nuk e ka pa, natën e ka marrë pelen. Ka kujtu që ja kalli, edhe e ka marrë. Nashta kalli i kyshin punë ma shumë. Zdi veç. Pasha zotin truni është të mblu. Po, të i vlu është. Qa ki oj fisnike? Thash, të i vlu është. Me ka një të folë? Me ty, o njeri. Edhe qka do? Thash, qaj është të i vlu. Ata qet ka një. Qite. Kadri, duket për mende parës një farë njerit madh. Qashtu ta qeda? Një buri madh e i shnjohë qashtu ma qëtë. Ilmi? Mos i kona buri madh e i shnosh.
pas mjekër. Masi është i madh, i shnuash, edhe me mjekër. Duhet me pas emrin Mus. Mus? Mus. Mus. Mus? Mus. Mus? Qoni bura ta gjej Musën. E t'ja marim pele.
Ja tjeta be gjallë. Nga tjeta. I ka të undi tje. Po. Emrin si e ki? Ilir. Ilir, mos e njeni mus be këtu? Musa e Shabanit. Ueli. Si duket ai Musa i Shabanit? Pak me rejsa. Falmder. Është edhe një mos tjetër. Fund katundit, i plot. Mekër a ka? Po ka. Në fund? Po, në fund. Që mos. Unë mbarë, o Mus! E valla. Hajde bujnë mbura. A si jo mus? Aj, ka ndarë zot. Mirë, falënes. Ajo, jeni mirë. Më falni bura, po... Pesho se do mirë, po mjihni e... Unë nuk po ju njoh. Hajtë se s'ka gajle, mos o mërzit. Na të njohim ty. Që tash e ki rastin me na njoftë o mus. Ke pas mundësi me na njoftë shumë mirë. Kjo ardë deri te dera e shtëpis. Unë ka marrë të shtëpia juj, Po, se mbaj mend, kur kështu. Qysh mëra nuk e mban mend prej mbram? Qish more mus, tërth mbare, buri mat me ardh me na vjedh pele. Unë va kam vjedh pelën. Shive o Mus, mos u ban edhe hajdut edhe rëndës. Ilmi, ato të dyja bashkë shkojnë. Nuk mundesh me kanë hajdut pa kanë pak rëns. Mos më keni ngatru me dikën. Jo, ne nuk gabojnë. Bashtije, i mat, i shnosh, me mjekër. More, s'kam punë me hajvanat. Kush ju pas ka thonë, ju pas ka rejt. As kush nuk në ka thonë. Nuk ka nevoj me në thonë kërkush vete di. Atëherë nuk e pas ki pa mirë. Mus, hajt lut në burë, shkojë na sjell pelen, e të shkojmë se jena lotë të kërku në gjdo katun të në gjdo shpi. O ti burë, nuk kam kur farpele unë. O Mus, a shko mere ma mirë vetë se me hinë na me e marë. Ku ke mërë me marë kur s'ka kur farpele këtu? Mus, atër es qite prej ahrit se him vete marë. O burë, jo që s'kam pelë, po unë nuk kam as ahër. Ashtu po thua? Po pasha krejt po. Dhe me ke pas ke vjedh për me shit. E more sot, s'mere mu me këto punë, pse m'jeni vu kështu? E s'be shkoni ka keni atë? Nuk shkojmë pa e marë pelen. O burë, shqip jam të folë, nuk ka kur farpele këtu. Nëse s'besoni, hec shqipnja në oborë, hini edhe në shpi po të bo mërmendje. Po tia hajgari e të bo me leve. Jo, si më të bo kur një hajgare. Lirëshëm, hajde shifi një kuva mërmendja juve. Ani mirë që po të besojmë se pela jote nuk është këtu. Dhe po shqyqir që u bin njani ma. E, ku e ke qu? E zoti madhë, o ti gjallë,
As nuk e kam parë ndonjëherë. Prej ka e keni ju këtë mendim? Kush ju ka rejt? Kush ju prove këtu? Askush nuk na ka rejt edhe askush nuk na ka pru këtu. Jemi tamam në vendin e duhun. Qitepel. Po ku ta marrë më burr? Që ti ku e ke qo, shko mere në e bjerë. Mus, shko qitë e pelën edhe kryet kjo punë. Sta ka marrë mendja se gjejmë, ke gabu, edhe qaq kryet kjo punë. Edhe unë e kësha thënë të njëjtën. Hesti shkoni të shpia ma mirë, e mbyllet kjo punë. Biles, edhe unë nuk e bëjt madhe që ju jeni të mlot që 5 saat, qitë e pelën. Hajde. Ti nuk e bën të madhe, ha? E bash du ta shoft madhe këtë punë. Duket punë e vogël ty me hin nahër me ta marrë pelën dikusha. Po normal, o veli, normal. E ka vjedh pelën, e ka shit, tash është të bo pallë me paret tona. E po merë atëherë. Mas i këshu doni, këtë punë le ta zgjedh Kadeja. Hajtë shkëm të Kadeja atëherë. Ti ne e ke vjedh pelën ne, edhe ti po në qënë të Kadeja. Po të Kadeja, le ta vendos Kadeja. E kam vjedh ose jo? Nëse e kam vjedh unë pelën, atëherë ua paguj. E nëse nuk dalë unë fajtor, atëherë çka keni me më dhënë ju si do në shpërblim mu, ha? Ne? Po ju! Kur gjos kemi me dhënë? Po ti qitë e pelën edhe hec për para. Hec! Edhe erdhëm drejt e këtu. Qysh ki me pleshnu ti këtë punë, qashtu ka mu ba. Ti e hiqmeti. Nëse unë kam gabu diçka, veti edhe këta tjerët. Fol mus. Jo, s'kam çka me fol, boll fole unë. Që ku është Kadeja, fjale e ti është e fundit. Me sa e kuptova prej kësaj që e ndëgjova deri tash, argumenti kryesor dhe i vetëm që ka të bëj me akuzën tuaj ndaj Musës është se thjesht e keni imagjinuar se mundet me qenë Musa. Jo, veç pak se ne nuk tham direkt se Musa e ka vjedh pelën, se ne as që njohim Musën. Në fillim, Kadria tha se është një njeri plot, i madh. Pastaj Ilmia tha se ai që është i plot edhe i madh ka edhe mjekër. Edhe unë thash nëse është i plot, i madh, ka edhe mjekër, e ka emrin Musë. Që ku është Musa? A kam gabu diçka? Shif, kret kjo që thoni ju nuk ka kur një farë baze. E gjithë kjo thjesht mund t'jetë koincidencë. Çka mundet me qenë se s'kuptova mirë. Koincidencë. A dini ju se ç'është koincidencë? Ka di Efendi, ne nuk e dim çka është koincidencë, por 100% e dim se Musa e ka vjedh pelën. Nuk mundeni me akuzu njerun pa mos e pa me sy ju ose dikush tjetër, ose mos e pa sendin e humbur ose sendin e vjedhur te i akuzuari, në këtë rast pelën te Musa. Pse? Si pse? Sepse nuk keni kur një farë fakti. Kadi Efendi. Po mirë be Kadi Efendi. A nuk është fakt që ne të tre e kemi paramendu Musën bashkë kështu si jashtë? Jo, se ju kishit mund ta njefni prej ma herët Musën. Jo, Kadi Efendi. Neve një fëmijë na tregoj se ku e ka shpejnë Musa. Ne as që e kemi njoft. Ta kishim njoft ne, edhe ai do të na kish njoft neve. A na ke njoft ma herët Musë? Jo. Me po mirë. Që nuk na ka njoft. Sa për djeni Kadi Efendi, ne të tre jemi zbulimtar. Po, e kemi zbulu edhe punën e tokës. Cilës tokë? Tokës. Saj tokës. Dynjasa? Po. Po mirë, e që keni zbulu
për tokën? Sa është rreth. Si top edhe rrotullohet. Si e zbulohet këta? Ishte pranverë. Edhe ne kishim dalë të punojmë narë. Me levru tokën. Ara jonë është në gjithas me arën e Nurimanit. Nurimani ka shumë mall, e dish. Edhe ka një arë trafsh kështu tepsi. Tu punun e tokën në kuru pidas e qirin azmis. Edhe thamë mos e keni pa një kalë. Nëse kishim pa, nejse. A i shkoj të kërkuj e kalën edhe i ra për mes arës Nurimanit. Hec. Tu hec, nisim me hup të poshtë. Edhe qatë herë Kadria tha, toka mundet me konë rreth. Po, edhe Ilmia tha, nëse është rreth, atër është e rëmbullakët si top. Edhe unë qatë herë thash, nëse është rreth, nëse është e rëmbullakët si top, atër mundet disi më rrotullu. Edhe, që, unë nuk deshta me i thonë këto, po më nxorë fjalët. Edhe, ne nuk e kemi zakon mu lavdru, po, nejse. Nëse edhe kjo s'të bint, atër. A mundeni me dalë jashtë 5 dakika? Ja, ku? Këtu? Jashtë, aty në korridor. Pritni, ju thiri për 5 dakika. Pra kështu, pasi qenkit kaq mendjehodh dhe problemet i zgjidhni të kështu vërtet cilave ju duhet shumë kohë dhe mund, unë s'kisha me u lodh më tepër, vetëm kisha dasht që të gjeni se çka ka këtu brenda. Kurdor? Kadri? Unë mendoj se aty brenda ka diçka trëmbullakt. Ilmi? E mas jashtë e rumullakt, duhet me kane kuqe. Mas jashtë e kuqe, edhe e rëmbullakt, atër është moll. Mo. Mos shikuat për birën e derës? Çfarë shiku me mare kate? Që pyte Musa na kemi shiku? Mus? Jo. Ja. A mundeni me dalë edhe një herë në korridor? Ose jo. Ja, unë po dalë në korridor e kthehem për 5 minuta. Ju rrini këtu, brenda. Kthehem për 5 minuta. Mëre mus. Sa kryte forte pas ke pas. S'po don me dorzu pelen që s'po don.
Urdhroni. Kur jeni gati me qilu se çka ka brenda, folni. Hilmi, Unë e i pare, ja? fal. Kadri. Unë mendoj se është një shpesë. Nëse anë shpes, atëherë bishtin e ka si drapën, e kryt si sharë. Masi është shpesë, bishtin si drapën, e kryt si sharë, atëherë është knus. Knus? Knus? Knus. 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 Knus! Nëse është shpez, e nëse kryet e ka si shar, e nëse bishtin e ka si drapër, e nëse është knus, që te pelen mus.